Për hir të vërtetës, siç e shikoni edhe në pamje, ajo është një situatë e cila duhet të jesh pranë atyre qytetarëve për të kuptuar dëmin që është bërë qoftë material, por edhe psikologjikisht. Të shikosh gjithë investimin të jetës tënde, e dashur Sonil, poshtë rënojave të ujit, ku indiferenca është totale nga institucionet, nga bashkia, domethënë askush nuk përgjigjet. Askush nuk shkon t'i trokasit e dera për t'i pyetur nëse janë mirë, nëse kanë nevojë për diçka, mendoj që kjo është përtej politikës. Pra duhet kalojmë në planin, në dimensionin njerëzor. Edhe mendoj që politika, që të bësh politikë, duhet merresh pikërisht me hallet e njerëzve. Dhe fatkeqësisht, bashkia e Durrësit e ka humbur prej vitesh. Unë dua të them që mbi një dekadë nuk është më prioritet qytetari, banori. Besoj se do duhet të mbaj përgjegjësi dikush për këtë pamje që po jepni ju. Do duhet të mbaj përgjegjësi dikush, sepse përmbytja që është bërë vazhdimisht me shiun e parë që bie në Durrës, nuk ka të bëjë Sonila vetëm në rastin konkret. Durrësi mjafton që të bie 20 minuta shi dhe Durrësi përmbytet i gjithë. Pse? Çfarë ndodh? Është probleme kanalizimet, ndërtimet, çfarë? Atëherë, problemi më kryesor aty i milionave euro që lundrojnë Emiriana Sako së bashku me bashkëpunëtorët e saj, ka bërë që kanalizimet të bëhen thjesht për fasadë. Nga ana tjetër është bërë një hidrovor, i cili unë e kam denoncuar 2 herë në SPAK. Në vitin 2025 e kam denoncuar zonjën Sako, Bordin e Kullimit edhe Ministrinë e Bujqësisë për një investim ku thuhej që pas investimit të këtij hidrovori të ri, nuk do të kishte më përmbytje, ku keni edhe statusin në Facebookun zyrtar të zonjës Sako. Qytetarët Durrësak, sepse ai hidrovor është bërë me paratë e qytetarëve Durrësak, është bërë me taksat e Durrësakëve, me shumë shpresë menduan që nuk do të përmbytej më. Keni parë vitin 2025, në mars, është përmbytur i gjithë Durrësi, e njëjta situatë ka qenë kjo. E njëjta situatë tashmë, pra këta bëjnë vetëm fasadë, bëjnë propagandë, veshin çizmet për të bërë fotografi, harrojnë ndonjëherë për të veshur çizmet, shkojnë me atletën në shi,